Përshëndetje për të gjithë dhe unë jam Nil Budima. Sot kam bërë një paroll me titullin Dashuria pa kushte e babait. Në këtë paroll bëhet fjalë për një familje ku jetonin babai dhe vajza, kurse nëna kishte vdekur para 5 vitesh. Kjo babai çdo herë kur vajza I kërkonte ndonjë gjë babai si çdo baba tjetër në botë I thoshte po sigurisht bi, po sigurisht Sara. Dhe një ditë Sara I kërkoi babait libra dhe babai tha po sigurisht bi. Ai shkoi te dyqani dhe ja bleu. Pa marrë parasysh kushtet që kishte, ai e bënte mundësinë të ndodhte. Ditën tjetër për manikyr e kështu me radhë. Një ditë kur babai dërgoi Sarën në shkollë, Sara kur I pa shoqet I përshëndeti dhe një shoqe e pyeti Sarën: "Sara, kush është ky që të sjell ty çdo ditë në shkollë?" Dhe Sara I tha: "Ky është shoferi im." Shofer që do të thot taksist. Dhe atë ditë zemra e babait të Sarës, Gjorgjit, ishte e thyer. Sepse ai ishte shofer apo taksist për botën, por jo për Sarën. Për Sarën ai ishte baba. Ditën tjetër, kur Gjorgji e dërgoi Sarën në shkollë, Sara I tha: "Babi, mund të më lësh këtu, pra deri tek gjysma e rrugës." Dhe babai e dinte se Sara kishte turp për profesionin e Gjorgjit. Duke kaluar koha pas kohëve dhe vite pas vite, Sara bë shumë arrogante në vijim dhe një ditë tjetër Sara I kërkoi Gjorgjit, pra babait të saj: "Babi, sot do të shkoj në Gjermani dhe më duhet ta blej biletën që sot." Dhe babai tha: "Sara, të lutem, a mund ta kalojmë këtë gjë e herën tjetër do të shkosh?" Dhe Sara me gjithë arrogancën I tha babait: "Jo babi, dua të shkoj me shoqet e mia." Babai tha: "Okej Sara." Dhe babai shkoi tek dyqani dhe kur shkoi te dyqani e shiti unazën e martesës që kishte me gruan e tij para 5 vitesh. Dhe kështu kaloi ngjarje të ndryshme. Kur babai dërgoi Sarën në aeroport, Sara hypi dhe duke hyrë në aeroplan e vërejti një gjë, që e kishte harruar biletën e aeroplanit. Dhe Sara u merakos shumë, babai në shtëpi, po se në karik ishte bileta e aeroportit. Ai me gjithë shpejtësinë që kishte në makinë, shkoi shpejt deri tek aeroporti. Në kthesën e fundit ai bëri aksident me një taksist tjetër. Dhe në atë taksist tjetër ishte shoqja e Sarës, kur Sasha, pra shoqja e Sarës, shkoi në aeroplan. Aty e pa Sarën dhe Sasha I tregoi Sarës që pse Sara e pyeti Sarën pse u vanove dhe Sasha I tha: "U vanova sepse shoferi yt kishte bër aksident me shoferin tim." Dhe Sara I tha: "Si, shoferi im?" Me njerë me vrull Sara shkoi jashtë dhe po babain e saj me gjamin e parë të makinës së thyer dhe me lot filloi të qoj, shkoi me vrap e përqafoi babain e saj dhe I tha: "Të lutem baba, të lutem, të kërkoj falje për çdo gjë që të kam bërë të jesh keq. Të lutem babi, më fal." Dhe erdhi Sasha dhe I tha: "Shoferi yt ka biletën Sara?" Dhe Sara I tha: "Po, por ky nuk është shoferi im, ky është babai im dhe jam shumë krenare që kam një baba si I imi." Faleminderit për vëmendje.